Pas me shtrihet liçeni i Kukësit, një nga pasuritë më të mëdha të zonës, por që mbetet pothuajse i pashfrytzuar nga banorët. Mungesa e investimeve e kanë lënë këtë hapësirë jashtë vëmendjes, megjithse ofron një potencial të madh për turizëm dhe aktivitete ekonomike. Ka vend të rënd, nuk ka të përshtatshëm. Për turizëm do të merr ke famën Kukësi me ditë drinat dhe mrekullinë që ka pasur ato fusha. Edhe ujë sa dur, ishte diçka e jashtëzakonshme. Pavarësisht pa pastrative, pavarësisht këtyre gjona po e gjejmë ndaj vend ose ndaj tip gjia, ndaj gjon ku s'ka, ashtu e shfrytëzoj për me natyrën time. Veç ndotjes, ata theksojnë edhe vështirësitë ekonomike që i pengojnë të udhtojnë drejt zonave të tjera turistike. Më mirë është me kalu në det, në breg det, po mundësia financiare dopt edhe mjaftohemi me lumet dhe me liçenin. Liçeni, që dikur konsiderohej një nga mundësitë e pakta të freskisë në Kukës, sot përballet me mungesë investimi.